Kjo se lidh rastin e Thaqit, ai ka qenë jenë turp po ta kisha bo, do të isha një shumë keq po ta kisha bo se tillë, mi po me qëtaj, o vendimi ti, po aqe Shala ka bo se rasti Shalës nuk lidhet me rastin e Thaqit, sepse para se me ardhën në këtu mëlshu, atje në konë 1500 numër përgjime që i kanë ndaj mu ata, dhe aty kanë pas mu mosat ndaj tyne treve, ndaj Recepit, ndaj Katris, ndaj Ashimit janë marrë mjeta dhe mosat për vizita për këtu do i kanë restriktiv njësoj. Aqe Shala është lidhë konkretisht me rastin e Recep Selimit. Kështu që tash i dinajt, se i ka botu se ama e morën përgjësi najt, për mu është e pa kuptim, është që s'ja kisha dasht, ashtë zotit që është Shala një gjatë tilë, po a e din vendimet e ti, ma mirë dhe e mërë përgjësin vetë, qoftë meritore, qoftë ndëshkushtit, qoftë moralje. Okej, qka pret tutje? Kjo se lidhë rastin e Thaqit, a i ka qenë për rastin e Selimit. E qartë. A e din. E qartë, por... A e din pëse ka bashkëpunu, edhe pëse zotë i Shala sanë s'ka fitu ma ato, ka kujtu që fiton, sanë ka fitu e shumë 5-6 muj ma herët ku që tjetër. Po, do t'a shfrytëzoj prokuroria, do të thot, ja, një rast e kemi, mund të ndodhur edhe të tjerët. Po, ai rast nuk lidhet, po ai rast nuk ka asgjë të bëjë me këtë rast që ata kanë procedurë. Që mundet me lidh rastin e tjetër me këtë rast. S'u e lidh. Okej. Çka po pret? Prandaj, edhe nëse lidh, ky është domi që ka bu zoti Shala për mendimin tam. Është folë në mënyrë të vazhdueshme se çka duhet të bëj e çka mund të bëj shteti i Kosovës, fondi, ekip monitorues shtetëror apo çfarë duhet të bëj tash? U zhbërë deri në tash e tutje. Çka? Se ka mund të bëj shteti, kjo është rrjet diskutim, ka mund ma shumë të bëj. Me keq që është që s'ka pas as vullnet të bëj. Prandaj kjo është ajo që është për të ardhur për të njërë kesh njësi njësë dhe qytetarët që e Kosovë. Sepse Kosova të fundja ka, nuk ka fjala vetëm për këta, po ka detyrim kushtetues për se cilin qytetarët vetit jashtë vendit të interesohet, të ndihmojnë, jo të ndihmojnë në drejtësi, po të ndihmojnë dhe të këshirë rrethonat se a shkelin apo nuk shkelin të drejtat e këtyre